Të nderuar besimtar, javën e kaluar u ndalëm të flasim për lidhjen më të madhe, lidhjen më të bukur që mund ta bëjë njeriu me Zotin e tij. Dhe kjo ishte lidhja e robit me Zotin e tij nëpërmjet namazit. Nëpërmjet kësaj vepre të urdhëruar mbi 7 kaqe nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj gjithsecili prej nesh, prandaj çdo musliman le të kapet fort në lidhjen e tij me Zotin nëpërmjet namazit të tij, nëpërmjet përkushtimit të tij kundrejt namazit. Kush kapet me 5 kohët e namazit, kush i fal 5 kohët e namazit, ka siguri nga ana e Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar i ka siguru se nëse më vjen o robi im me 5 kohët e namazit, xheneti është i jot. Kush i fal 5 kohët e namazit, le ta di që Allahu e ka siguru se do ta mëshiroj, dhe le ta di se Allahu e ka siguru se do ta pastroj atë nga gjunahet. 5 kohët e namazit, nga namazin e namaz, janë falje gjunash. Dhe lumë për atë njeri, dhe lumë për atë musliman, i cili e mban lidhjen e tij me namazin dhe e ka të sigurt shpëtimin e tij. Vallahi kush i fal 5 kohët e namazit me bindje, me nënshtrim, me përpikmëri, ka siguri nga ana e Zotit që xheneti do të jetë përfundimi i tij. Prandaj o ju musliman, le ta dinë gjithsecili prej nesh se lidhja jonë më e fortë me krijuesin ton është pikërisht namaz. Namazi, ishte porosia nga porosit më të bukura, nga porosit e fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe në çastet e vdekjes u përkujdes për ummetin e tij, që t'i këshillonte që ta falin namaz. Prandaj namazi le të jetë qëllimi jon kryesor. Namazi le të jetë lidhja jon më e bukur me Allahun subhanahu wa taala. Vallahi billahi, nuk ka më mirë më se sa njeriu me shku në shtresën më të ulët tokës me ballin e tij, vetëm se për krijuesin e tij. Ne po shohim që krijesat sot po i përulen kryeministrave, ministrave, deputetëve, kryetarëve kështu me radhë, po ai i cili është Zoti i gjithësisë, i cili është Melikul, është mbreti i gjithë mbretërve, po ai subhanahu wa taala, Allahu i lartësuar, i cili në ditën e gjykimit do ta marrë dunjan dhe çka në të, në dorën e tij të gjatë, dhe do thotë Aina al-Malik, ku janë sot sundimtarët e dunjas që boshin si të fortë, si të mëdhenj, si të mençur. Nuk flet atë ditë askush, po le të jetë krenari për ty dhe për mua namazi jot. Nuk ka nevojë ti dhe unë me u fsheh para pronarit tëm, para profesorit tëm, para doktorit, para atij dhe këtij, dhe me unë qef dhe me fal namazin fshehtas. Dili përballë, unë jam musliman. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kush është më i mirë se ai që thret fenë e Zotit? Haptas. Wa amila salihan, pasi këthir, bëj punë mira. Wa qala innani min al-muslimin, dhe thot me krenari, unë jam musliman. Na kalu koha ku ne u fshihnim, se na shanin, na torturonin e kështu me radhë. Është koha e lirisë sot. A jetojmë në të ashtu quajturën demokraci, që unë kam të drejtë zjedh qa du, dhe ti ke drejt me zjedh qa du. Demokraci ndryshe, e di qka do me thonë? Do me thonë islam. Se islamit e ka bot lirë, ka sjell Allah në dunja, dhe ka sjell islamin, dhe të ka ardhe kota. Ti nga do shkosh, kjo është zjedhe jote. Se ka ditë Zoti me na bot gjithë musliman. Po ka thonë, o robim, du me të sprovu. Me pa ti kur e ketë mirën nga e djatha, dhe e ketë keqen nga e majta, ku po shkon? Qa jetë duke zjedh? Kjo është prova e dunjas, kjo është islami. E ti si musliman krenohu me namazin tënë, krenohu me fejnë tënde. Vallahi nuk ka në dunja religion më të mirë se sa islami. Dhe jo se jam unë hoxh, dhe jo se jam unë musliman, por sepse islami është natyrshmëria e njeriut.
është çiltërsia e njeriut. Është ajo që njeriu do donte ta zillte më së miri për veten e tij, dhe këtë ta ka sjell Zoti. Dhe ta ka bëu Zoti dhurat. Prandaj kujdesuni me lidhjen më të fortë në Zotin e gjithësisë me namaz. Po përveç lidhjes me krijuesin e tij, njeriu ka patjetër nevojë që të ketë një lidhje edhe ndërmjet krijesave me njëri tjetrin. Dhe sot, inshallah, do dalemi dhe të flasim për temën shokuin, mikuin, i afërm im. Gjithsecili prej nesh në jetën e tij, padyshim që e merr një shok për të afërt, e merr një mik për të afërt dhe ndal me të pothuajse çdo gjë, ndal me të mirat dhe të këqijat e tij. Dhe padyshim që Allahu subhanahu wa taala e ka bën njeriu të tillë që të ketë nevojë me u shoqëruar me të tjerë. Me qenë musliman, nuk do me thonë me u veçu në shpellën tënde, me qëndru në shtëpinë tënde, se këtë gjë se buni as Muhamedi alayhi salatu wassalam. A erdhi shpallja pejgamberit alayhi salam në një shpellë? Po, në shpellën Hira. Erdhi shpallja, o bo musliman Muhamedi alayhi salam, u bo profet. A nuk dinte Muhamedi alayhi salam të rinte shpellë të adhuronte Zotin? Jo. Nuk do në Zoti me mbyll ti, dhe ti e pranove Islamin dhe s'intereson gjithë dunjaja shkojnë në xhenem. Nuk është kështu. Ne kemi nevojë me kriju raporte me njëri tjetrin, me një mik, me një shok, me një të afër. Ama vërtet që ti edhe unë ke nevojë me kriju raporte, mirë po gjithë secili prej nesh le ta shikoj se kënd po e zgjedh për shok. Le ta shikoj se kë është duke e marrë për mik të afërt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij shumë të madhe na drejtohet dhe na thotë: njeriu është në zakonin e shokut të tij. Njeriu është në zakonin, në atë përditshmërinë e shokut të tij. Si ta kesh shokun tënd, me shumë mundësi ashtu do të bësh. A nuk e kemi ne shqiptar një thënie shumë bukur? Si themi ne? Më thuj me kërri të thejmë se kush je. Prandaj gjithsecili prej nesh vallai le t'i kushtoj një rëndësi të veçantë shokut të tij të afër. Shoku i tij i mirë, padyshim që do të ndikojë tek ai, por padyshim që edhe shoku jot i keq do të ndikojë për keq tek ti. Prandaj kujdes gjithsecili prej nesh. Kënd është duke e zgjedhur për shok? Është mjaft e qartë se secili prej nesh do të ndikohet prej shokut të tij, sepse me të vërtet shoku jot dhe miku jot i afër ka mundësi me të ndryshu ty. Nëse shoqërohesh me një njeri i cili e beson Zotin, me shumë mundësi dhe ti do të bëhesh besimtar. Sa prej nesh shok tan kanë ndiku tek ne që ne të futemi në Islam, që ne ta pranojmë Islamin, që ne ta njohim Zotin. Nëse shoku jot i ngushtë fal namazin, a mendon ti që edhe ti nuk do të falesh? Po padyshim ai do të ndikojë tek ti. Po nëse shoku jot është prej atyre që e frekuentojnë xhamin, po padyshim që do të vi dita që edhe ti do të frekuentosh xhamin. Po nëse shoku jot flet fjalë të hajrit, po edhe ti do të bëhesh i tillë. Po nëse shoku jot e mëson Kur'anin dhe lexon Kur'an, po padyshim që edhe ti do të bëhesh i tillë. Prandaj, gjithsecili prej nesh le të ketë kujdes dhe të shohi se kënd është duke e marrë për shokun e tij të afërt, se kënd është duke e zgjedh për shok, sepse ndikimi i tij do të jetë pa diskutim shumë i madh. Shok i mirë nuk është vetëm ai i cili thotë, po ke drejt. Edhe për këtë ke drejt, edhe për këtë punë ke drejt, edhe për këtë çështje ke drejt. Nuk është vetëm ky shok i mirë. Shok i mirë është ai i cili këshillon. Shok i mirë është ai i cili të mëson. Shok i mirë është edhe ai i cili të shorton vetmi, duke thënë shif se këtë gjë e ke bërë gabim. Edhe ky është shok i mirë. Madje është shumë shok i mirë ai i cili të këshillon. Dhe jo thjesht të rrahi shpatullat e pastaj dali edhe të shaj pas shpinë. Shok i mirë është ai i cili është me ty në të mirë dhe në të keq. Këtë zgjidhe për shok.
Mos I zgjellim shokët vetëm për dreka dhe për darka, vetëm për raste të ndryshme festive. Se në raste festive gjithë bëhen shok, gjithë të duar të rëkasin. Shok I mirë është ai I cili gjendet nevojë. Shok I mirë është ai I cili vazhdimisht është me ty. Dhe vazhdimisht e preokupon atë meraku nga je duke shku ti. Po mirë, nga ti gjenë sot të shok. Është shumë vështirë vërtet, ama ti vetë edhe unë vetë, a jemi prej atyre shokëve që të tjerë ti këshillojnë? A jemi prej atyre shokëve të cilët bëhemi të dobishëm me njëri tjetrin? Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an në disa ajete kuranore për rëndësinë e shokut mirë, për vlerën e shokut mirë. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën Më mbyll pak derën inshallah. Në surën e 2 të Kur'anit, Allahu I lartësuar na drejtohet dhe na flet për shokët e mirë. Kush janë këto shokët e mirë? Thot Zoti I gjithësisë në Kur'an: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Falni namaz, dhe jepni zakatin dhe bini në ruku apo në sejdë me ato që bin. Domethënë, shoqërohu me shokun e mirë. Në atë shok I cili të thërret për në mirësi, në atë shok I cili të thërret për në bereqet dhe për në hajër. Dërsa në një sure tjetër të Kur'anit, Allahu I lartësuar thot: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Thot Zoti I gjithësisë, dhe bëhu I durueshëm dhe shoqërohu me ata të cilët e lusin Zotin e tyre mëngjes dhe mbrëmje, duke kërkuar vetëm se kënaqësinë e Zotit tyre. Shoqërohu me ata të cilët e lusin Zotin e tyre mëngjes dhe mbrëmje. Me pak fjalë, shoqërohu me një shok I cili është besimtar, sa ti do ja dish vlerën dhe do të marrësh mirësi prej ti, fjalën e mirë, udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e vazhdon Zoti I gjithësisë këtë ajet për thot: "Wala ta'du 'aynaka 'anhum turiduna zinata al-hayati ad-dunya." Dhe mos shiko ata, pra mos shif ato njerëz të cilët do të marrësh prej tyre vetëm mirësinë e dunjas. Ka dy kategori. Shoqërohu me ata të cilët kërkojnë kënaqësinë e Zotit, dhe mos shih të tjerë që duan vetëm kënaqësinë e dunjas. Mos shih të tjerë të cilët duan kënaqësinë e dunjas. Pastaj thot: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Syno thot, mos syno ata të cilët zemrën të cilëve e keni lënë të pavëmendshme ndaj përmendjes tonë. A mos shko mas ati I cili shkon mas epsheve të ti. Vallahi, shoqëria ka një ndikim shumë të madh për udhëzimin tonë. Dhe vallahi billahi, tu para jush po e them që për sa kohë që kemi qenë me një shoqëri e cila nuk ka qenë e udhëzimit, nuk kemi qenë të udhëzuar. Dhe pasi jemi shoqëruar me një shoqëri e cila ka qenë e udhëzimit, vallahi na ka ardhur udhëzimi prej Zotit gjithësisë. Sepse shoqëria e mirë do të çojë vetëm se tek e mira, ndërsa shoqëria e keqe ka me të çuar tek e keq. Hap pas hapi, mos mendoj që sot për nesër do shkosh te e keqa. Pas një muaji, pas një viti, pas 10 vitesh, shoqëria e keqe të çon tek e keqa. Prandaj gjithsecili prej nesh le të mundohet që ti largohet shoqërisë së keqe. E dim që është e vështirë, ama ta marrim të hap për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar shembullin e shokut mirë. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam: "Shembulli I shokut të mirë është sikurse shembulli I dikujt I cili shet parfume." Çfarë krahasimi ka? Dikush I cili shet parfume është sikurse shembulli I shokut mirë. Çka ndodh me atë që shet parfume? E para, do të futesh tek ai, do të blesh një parfum. Dhe do të vi aromë mirë, do të vi aromë këndshme. Nëse nuk blen, ai do të dhurojë ty një parfum.
sërish do të vi aromë mirë. Dhe së paku nëse as nuk blen, dhe nëse as nuk tjetë, paktën do ta nuhatësh erën e mirë. Kjo është shembulli i shokut mirë. Do të dali një cilësi, një virtyt, do të dali diçka nga shoku i mirë, do të dali një moral i mirë, një sjellje e mirë, një edukat e mirë nga ky shok i mirë. A nëse ti rrin me shokun e keq gjithë ditën dhe gjithë natën, vetëm se do të dali tek ai e keqja dhe tek ti do të paraqitet e keq. Prej gjërave më të rëndësishme, që sot ne e kemi neglizhu shokun e mirë, a e dini kush është? Përzgjedhja e shokëve për pasardhësit tanë, për fëmijët tanë. Ka ardhur një fëmijë dhe ti mundohesh me rrit atë, dhe ti mundohesh me sakrifiku për të, dhe ti punon gjithë ditën që ai të jetë mirë në anën ekonomike, ndërkohë harron dhe nuk interesohesh fare se me kë shoqërohet fëmia jote. Dije se fëmijën e ke shumë në rrezik. Sidomos sot. Vallahi, kujdesuni për fëmijët e juaj. Kujdesuni me kë po shoqërohet fëmia jote. Sot ti je në xhami, ku e ke fëmin tënd? E ke në rrugë, e ke në kafe, e ke vërdall, ku e ke fëmin tënd? A ka shku në mend me pyet fëmin, me kë rrin ti? Me kë shoqërohesh ti? Vetëm nga telefoni të vin 1000 zeza. Duke parë dhe duke lundruar në internet, të vin 1000 zeza. Leje pastaj kur e ka shokun afër shtëpisë, shokun e keq. Leje pastaj kur e ka shokun e keq në klasë. Leje më kur e ka shokun e keq në bankën e tij. Allahu na ruaj me këtë lloj gjendje. Gjithsecili prej nesh le të kujdeset dhe të shikojë se fëmia e tij me kë është duke u shoqëruar. Nëse e ke një mik të mirë, mos e humb atë. Nëse e ke një shok të mirë i cili të këshillon, mos e humb atë për një keq kuptim të vogël. Mos e largo atë për një gabim të vogël. Nëse e ke një shok të mirë, mbaj atë pranë vetes. Nëse ai ka gabu, thuaj Allah të fal, nuk ka problem, sepse ai ka gabu edhe ti gabon, është normale. Mos e humb shokun e mirë. E nëse e ke një shok mirë, atëherë bëje spaku për shokun e mirë një gjë të vogël, shumë të vogël. Lutu për të. Nëse e ke një shok mirë, lutu për të, thuaj o Zot, ruaje shokun tim. O Zot, ruaje mikun tim. O Zot, jepi bereqet shokut tim, jepi bereqet mikut tim. O Zot, atë që e kam unë, jepi edhe atij. Se kjo është dashuria e sinqertë, kjo është dashuria e vërtetë. Ne lutim Zotin tonë që të na bëjë ne prej atyre të cilët i zgjedhin shokët tanë, i zgjedhin miqtë tanë, i zgjedhin ata me të cilët ne jemi duke u shoqëruar. Ne lutim Zotin tonë na fali dhe na mëshiroj të gjithë. Lutim Zotin tonë na fali ne prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.